sepse njerëzit nuk kishin fare konceptin e mendonin gjithë o bixhos, o mashtrim, o diçka të tillë. Edhe sot, edhe me këta njerëz që lejojnë këto lloj skemash piramidale që ndodhin në Shqipëri, para pak kohësh u bë diçka me kripto të gjithë gjërat, janë njerëz që vetë ata janë pre e një skeme më të madhe piramidale, por ata do e kuptojnë mas një viti, mas një 6 muaj që ata janë pre, por dalin nëpër internet dhe thonë, hajdeni ju këtu, sepse unë do ju mësoj këtë lloj gjëje, apo do ju bëj të fitoni $500 muaj, do ju bëj të fitoni $1000 muaj, dhe këta njerëz janë vetë ata persona që janë futur tek ajo skema piramidale, sepse ai më lart tyre do të marrë komisionin e vet. Dhe ai më lart atij që i ka sjell këta gjithë, merr akoma më shumë komision dhe kështu vazhdon ajo hapasapi me radhë, edhe si thua, njerëzit bëhen kurban për nga njerëz që s'kan fare lidhje me këtë lloj industrie dhe po e dëmtojnë shumë të lloj industri. Unë dal shpesh herë në profilin tim Instagram ku i dënoj apo i bëj ditur njerëzve që këto gjëra janë gabim dhe duhet kenë kujdes, sepse targeti i tyre janë sidomos njerëzit që nuk kanë fare lidhje me botën online edhe bin pre direkte.